aty ku edhe e lam. Po e vazhdojmë bisedën, por kësaj radhe me një temë që është në interesin tuaj, sidomos duke e pasur parasysh se vetëm pak ditë na ndajnë nga muaji i shenjtë i Ramazanit. Sot në podcastin Shëndetin e parë mbështetur nga United Hospital, do të flasim për agjërimin, ndikimin e tij në organizëm dhe benefitet që sjell për besimtarët musliman. Mjeku dhe nutricionisti sportiv Agno Rexhepi do të na ndihmojë të kuptojmë më shumë rreth aspektit shëndetësor të agjërimit dhe praktikimit të tij në mënyrë të sigurt. Doktor, ne më herët folëm për peshën, nën peshëm dhe sidomos ndikimin e ujit në organizëm, sa duhet të pim ujë në organizëm, mirë po tani do të fokusohemi tek pjesa e agjërimit, pasi siç edhe e përmenda, pak ditë na ndaj nga muaji i shenjtë i Ramazanit dhe ndoshta shumë nga ata që po na dëgjojnë në këtë moment dhe po na shikojnë kanë interes për ditur më shumë rreth benefiteve apo atyre që mund na sjell agjërimi gjatë muajit të Ramazanit në këto ditë që po na presin. Unë mendoj që kjo është një temë shumë me vend, interesante gjithsesi, po edhe me vend me kohë të duhur. Para se të kalojmë, unë kisha me kthy një borxh tek mbi pesha kena mbetur rreth trajtimit të saj. Për shkak se shumë gabojnë popullata, personat që kanë probleme në trajtimin e saj. Mendoj një problem që e kanë me vitet e tana ta zgjidhin për një javë apo një muaj maksimumi. Unë kom pas raste disa kur vinë, kam maturën, ose kam një dasëm mas një muaj apo du mu dobësu. Pa problemi i mbi peshës nuk është çështje e ditëve. Atë probleme kemi vite, prandaj të vynë kohë paksa derisa të trajtohet. Prandaj duhet kuptu se trajtimi mbi peshës kërkon qëndrueshmëri dhe vazhdimsi. Në fjalorin sportiv, kjo nuk është sprint, po është një proces maratonik që duhet zgjat. Nuk mos të lakmon askur që ta humbi shpejt peshën për shkak se mirë, unë me ba dietë 20 kg me humbë për një muaj. Po hulumtimet tregojnë që brenda vitit 85.7% të rasteve, jo që e kanë kthy peshën e tyne që kanë pas më herët, po kanë shtu peshë. Plus shtok saj rrezikun e humbjes shpejt të peshës, që është një rrezik pajegi serioz sa i përket shëndetit. Prandaj tek humbja peshës, mirë është që të punohet jo në përpjelimin e dietave me humb shpejt peshë, dieta ekstreme, po të punohet në riedukimin e organizmit. Për që të bëhet një riedukim i organizmit, në atë kuptim, nevojitet një kohë prej 6 deri në 9 muaj. Është pak individuale, po parafërsisht kjo është kohë e duhur që të bëhet riedukimi i organizmit, të mësohet në një gjendje të re të ushqyerit të shëndetshëm. Për shkak se një person, po marrim shembull 120 kg. Momentin që humb 20 kg për një muaj ditë, ajo është një stres për atë organizëm. Edhe ngjajshëm me ligjin e parë të Newtonit, ku ka të bëjë me inercin fizik, kur një trup, kur thosh lëvizje stopohet, ai tenton me rujt gjendjen e tij të mëhershme, tu kem të bëjmë me një inerci biologjike. Kur homeostaza e këtij personi, mirëqenia e brendshme në 120 kg, ai ka arrit një mirëqenie, pse është me muaj, me vite tana në atë gjendje. Tash për një herë humbja e peshës, çka ndodh? Është një gjendje e re për organizmin. Organizmi tenton mu kthy aty ku ka qenë. Mandej ti ju ke nënshtruar dietave shumë ekstreme, edhe ke humb peshën. Po çka tash e andej? Ke hyrë në një fazë sprintit me humbje të shpejtë të peshës, po çka tash e andej? Gjithsesi duhet me vazhdu me një proces maratonik. Duhet me bën një riedukim të organizmit me pas kujdes në të ushqyer, si nga aspekti cilësor, sasior edhe kohor, ashtu edhe në pasurimin, në përditshmërinë e jetës tënde me aktivitete të rregullta fizike. Pra, jo një dietë e shpejtë, për një qëllim të caktuar, siç edhe thatë matura, dasma apo ndonjë festë familjare shoqërore që zakonisht ne kërkojmë që të kemi një dukje super të mirë, dhe mos tek gjinia femrore, por të kemi një stil tjetër sistematike. Duhet pasur kujdes që në vazhdimsi të mbahet ajo mirëqenia e organizmit. Jo shpejt, jo të binë pre viktim ndërhyrjeve të shpejta, qoftë përmes operacionit, qoftë përmes marrjes së injeksioneve Ozempic, që tash
për to veç dije çfarë probleme shkakton. Po. E tash po zbulohet që rrezikon në shkaktimin e kancerit të tiroides. Mirë, kjo është vërtetu në kafsh. Po ka të këqija, sidomos të pankreasi, këto mos të flasë për se janë shumë të nëse qesim në një peshore të mirët e marrë se këtij preparati, edhe të këqijat e tij, të këqijat e shumë të mëdha. Apo hala ma keq nëse bëjmë një ndërhyrje kirurgjikale. Edhe largohet 70% e luktit. Qa ke bë? Ai lukti kur është zgjeru, se tek mbi pesha zgjerohet, është hollu muri i tij. Tash kur e hjek 70% e luktit, mbetet 30% po sa është funksional. Ma tretë e ushqimit nuk do të bëhet si më herët. Absorbimi i materieve ushqyese nuk do të bëhet si më herët. Edhe plus kësaj nëse s'ke kujdes në përtypjen e ushqimit, për zgjedhjen e ushqimit, e rrezikon një perforim të murit të luktit. Prandaj, mos të binë personat që kanë probleme mbi peshë. Le të kuptojnë që mbi pesha është një proces maratonik, është një proces që lyp qëndrueshmëri dhe vazhdimsi në trajtimin e saj. Po para së gjithashtë, edhe mbi pesha dhe nën pesha duhet me urrejt gjendjen në të cilën janë. Nëse urrejnë, gjysma punë su kry. Se madje kemi angazhuar gjitha mekanizmat tjerë me të kalukat. Vyn durim, vyn disiplinë, vyn bashkëpunim me nutricistin që e trajton, edhe gatishmëri për sakrificë. Disiplinë duhet më përmbajt këshillave, jo sot po ruhna e ju mund të shumë, tash ka ardhen dreka, po ha pa kontroll. Durim, humbja peshës normal është 1 kg dhe 5 kg në mujt. Pa traumë të organizmit, kohë pak më gjatë, arrihet edhe riedukimi i organizmit edhe adaptimi i organizmit prej një gjendje në një gjendje tjetër. Bashkëpunimi, kur gjë mos me ndryshu në këshillat që jepën, kryen vete. Pse nëse mire çka ke dash ti me punu deri tash po shihet rezultati. Tash duhet me mbështet një nutricisti, një mjeku i cili e trajton, edhe me zbatu këshillat e tij. Edhe gatishmëri për sakrificë. Jo fast food, jo pije të gazume, po me pas atë qëndrimin e fortë që ka po don. Mos me ma bas si njëna për 2 javë humbi 2 kg, 2,5, edhe po më thot doktor, unë kam stres. Pse? Në 12 nas më hahet hamburgeri. Po thash çka ke arte, unë nëse të hahet hamburgerin 12 nas, duhet me bë disa sakrifica se don me arrit një qëllim. Mendoj që kjo ishte ndërkaq sa i përket nën peshës. Edhe këtu nuk është një problem që mrena natës zgjidhet. Në Perëndim bëjnë klinikat shumë të mëdha për trajtimin e problemit të nënpeshës, se për dallim nga mbi pesha kjo qënë drejt vdekjes. Prandaj duhet pasur kujdes tek shtimi, edhe këtu shkohet jo në kilogram. Mrena javës mjafton të shtohet 100-300 gram masë muskulare. Po dhe kjo duhet mu pasuru me aktivitete fizike, se nëse rritet energjia hyrëse, kaloritë e marruna, edhe nuk ke shpenzim si duhet energjisë dalëse në drejtim të ngacmimit të fijeve muskulare, ato mu zhvillu, atër do të shtohet masa djamore. E këtu nuk është qëllimi të shtohet masa djamore, tu e largu një problem, ta marrë një problem tjetër. Po largo këtë problem, merre shëndetin komplet. Kjo është mja këthy borqin pjesës parë. Ta vazhdojmë të agjërimi. Edhe faktikisht shumë rëndësishme, sepse është fenomen që ne përballemi çdo ditë me këtë pjesën e mbi peshës edhe të nën peshës. E keqja e madhe është. Unë kam pas rast me lexu një gjithçka është materializu. Kam pas rast me lexu një shkrim, një mjek nga jashtë. Thotë se nëse indeksi masë trupit është ka mbri në obez 2, ka justifikim mjekësor për më bë ndërhyra kirurgjike e luktit. Në asnjë mënyrë, ajo është krim. Në asnjë mënyrë. Ajo mund të vijë në shprehje nëse janë shterë gjitha metoda tjera, edhe po rrezikohet jeta e personit, atëherë po mund të mendohet në drejtim. Ajo vjen kur të është indeksi masë trupit diku te 4, mbi 3, 4. Po gjithsesi duhet më provu me gjitha metoda tjera. Edhe në fund është ajo. Jo me komercializu t'ja hek luktin se ke bën një invalid. E ke bën një person me asnjë organ tepër Zoti nuk të ka kriju. Prandaj ti mirëmbajmë ata si duhet. Është rrit lukti, ka mundësi të kthehet në masinë e tij, të zvoglohet, ashtu që të zvoglohet nën pesha. Aty kem problem me rrit luktin. Te mbi pesha do të me tentu me zvoglu luktin, sa është organ muskular. Kjo është
Shumë faleminderit për këtë informacion shumë të rëndësishëm dhe shpresoj që gjithë ata që e kanë këtë problem ta marrin si të mirëqen këtë informacion dhe gradualisht t'i arrijnë qëllimet e tyre, jo në mënyrë të shpejtë. Po. Mirë, por në mënyrë shumë graduale. Do të jetë më të qëndrueshme. Doktor, na tregoni se çfarë nën kuptojmë, ne po fillojmë njëherë me emocionin e agjerimit. Kalim tash tek pjesa bërtham aty ku edhe nesëm këtë pjesën e mbetur të këtij podcasti. Pra, çfarë në kuptojmë me emocionin e agjerimit nga pikpamja mjekësore dhe ushqyese? Nga pikpamja mjekësore, me agjerim në kuptojmë një lloj diete, një abstenim nga një lloj, disa lloje apo të gjitha llojet e ushqimit për një kohë të caktuar. Nga aspekti fetar, kjo është një obligim që Zoti ka bën njeriu. Nuk ka obligim që Zoti ka bën njeriu e të mos jetë ai kryekput në të mirën e njeriu. Po ashtu edhe te agjerimi. Njeriu përbohet prej dy komponentave, komponentës trupore dhe komponentës shpirtërore. Momentin kur këto dyja janë në harmoni njëna me tjetrën, atëherë ky person do të jetë në harmoni edhe me shoqërinë. Me homeostazë në kuptojmë një mirëqenie të mbrëmshme të organizmit. Po më mirë të themi mirëqenia ka kuptimin biopsikosocial. Bio, trupit, psikot, mendjes, edhe social në raport me shoqërinë. Nëse personi i harmonizon këto dy komponente, sigurisht do të jetë i pranueshëm për shoqërinë. Ndërkaq, sa i përket agjerimit, tash nga aspekti mjekësor i fokusohemi vetëm tek ana fizike e organizmit, pse këtu hyn edhe ana mentale, edhe nga aspekti psiqik ka benefite shumë të mëdha, të cilat do t'i bisedojmë, po nga aspekti fetar është një urdhër, një obligim, Zoti ka bën njeriu, edhe Zoti tha se agjerimi është bërë obligim, ashtu sikurse popujve më hershëm. Do të thonë edhe popujt e më hershëm kanë pas obligim. Edhe religionet tjera kanë obligim fetar, agjerimin, po në forma të ndryshme zbatohet. Po çfarë lloj agjerimesh kemi ose ekzistojnë? Agjerimi fetar, agjerimi mjekësor, për shembull kemi bë analizat gjakut para një ndërhyrje kirurgjike, ndalohet me hangër me pi për një periudhë caktuar kohore. Pastaj kemi agjerime tjera për vullnetare, themi, janë intermitente, për shembull shkon 10 orë me hangër ushqim, 14 mos me hangër, pastaj 12, pastaj shkojnë 8 me 16, këto janë intermitente sa i përket aspektit ditor. Pastaj kemi agjerimet intermitente me ndërprerje sa i përket aspektit javor. Preferohet 2 ditë në javë agjerim. Nutricistët botror, shumë nutriciste preferojnë agjerimin 2 ditë në javë, ndërkaq në fenë islame është preferohet agjerimi e hane e ajte. Kështu që edhe këtu është një agjerim. Rektor 2 ditë në javë. Po, ku është e mira e kësaj? Është se vazhdimsi kemi majtë aktiv procesin e autofagisë, për të cilin besoj tash në ndërkohë do të flasim se çka nuk kupton, çka është kjo. Kjo është një lloj mekanizmi indikimit të agjerimit të shëndetit njeriu. Çfarë ndodh në trupin e një agjeruesi gjatë muajit Ramazanit dhe cilat janë benefitet e trupit? Mirë, tash do të flasim me orë për afërsisht. Tash s'është strikt 10 orë, e tash 1 minutë kaloj më shumë, kalum në tjetër proces. Jo, për afërsisht po flasim. 10 orë agjerim, bjende tek aktivizimi i procesit të glukoneogenezës. Çka ndodh në këtë rast? Gjatë kohës së uris, kur ne kemi marrë kohën, po flasim për agjerimin në Ramazan, që se jemi në prag të muajit të shajtë Ramazanit. Në syfyre ke barë ushqimin e fundit. Në orët e para të paraditës shfrytëzohen ato materiet ushqyese që i ke marrë, shfrytëzohen si karburant për proceset metabolike, energji dhënëse. Mirë po, me kalimin e kohës ato shpenzohen. Tash kur të detektohet truri që po zbret niveli i glukozës, që është ushqimi kryesor i trurit, atëherë stopon shpenzimin e rezervave të karbohidrateve edhe fut në proces yndyrnat. Ato të shërbejnë si prodhim të energjisë. 12 dhe 24 orë agjerim aktivizohet procesi autofagisë. Autofagia nuk kupton vetë ngrënien,
kur organizmi në mungesë të materieve ushqyese, në mungesë të karburantit që mirët përmes ushqimit, fillon me lyp burimet e mbrendshme, e kursen energjinë. Cilat janë burimet e mbrendshme? Qelizat e dëmtuara, qelizat e smura, qelizat e vjetrume, i zbërthen organizmi, fiton energji prej tyne. Tash, këto qelizat e vjetrume fillojnë të zajënëson me qelizat e reja, që bëhet një regenerim i brendshëm i organizmit. Shumë njerëz e quajnë si tushin brendshëm i organizmit. Këtë proces e ka shpjeguar në mënyrë të mrekullueshme Ohsumi, biokimist japonez, në vitin 2016 ka marrë çmimin Nobel, pikërisht për shpjegimin e procesit të autofagisë, e që ky provokohet kryesisht me uri, me agjërim. 17 orë agjërim. Ngacmohen, aktivizohen qelizat burimore. Qelizat burimore ndodhen në palcën e eshtrave. Prej tyre mundet më bë edhe në vende të tjera, po prej tyre është karakteristikë se mund më zhvillu çdo qelizë tjetër e organizmit. Në hulumtimet e tashme, këto qeliza janë temë kryesore, pse shumë pretendohet përmes tyre mu shëru shumë smundje që deri me tani mendohet që janë smundje të pashërueshme. Edhe pse unë mendoj jam i bindur që nuk ka smundje të pashërueshme, vetëm duhet me lypën ilaçin adekuat për te. Tash, 20 orë agjërim, fillojnë mu zvoglu plakësat amiloide. Janë të depozitime jo normale të proteinave në sistemi nervor qendror, në neurone, të cilat me kohë shkaktojnë smundje degenerative. E me agjërim fillon mu zvoglu edhe nivelli tyne. Tash, traunat e si vepron agjërimi? Agjërimi para se të kalojmë të traunat e zemrës. Vepron përmes 3 rrugëve: ekonomizimi punës së organeve. Traunat e zemrës punojnë për disa mijëra herë më pak brenda ditës. Disa hulumtime thojnë 13.000-14.000 trauna më pak. Mëlçia punon për 5-6 orë më pak. Sistemi trec punon më pak. Ma ngadalë, metabolizmi fillon pakës të qetësohet. Tash, puna e ngadalshme sistemit trec zorve ka bërë që të ndikon në shërimin e shumë problemeve të ndryshme të zorve. Janë disa probleme, disa smundje kronite që apo disa smundje tjera. Bën që kjo të ndikon në shërimin e tyre. Sa i përket sistemit nervor qendror, janë lirohet eukefalina dhe endorfina, 2 mediatorë të cilat ndikojnë në disponimin e përditshëm, largojnë anktin, largojnë dhimbjet. Për këtë arsye kjo mund të shpjegohet edhe tek shumë sportistë, duke qenë agjërueshëm, shënojnë rekorde. Për shembull 2012 një maratonist në Londër, në Olimpiadën e Londrës, ka thyer rekordin e vet, ka fituar vendin e parë duke qenë agjërueshëm. Pastaj, disa hulumtime kanë treguar që agjërimi ndikon edhe në zvoglimin e shpejtësisë smundjeve degenerative çfarë është Alzheimeri apo Parkinsoni. Disa hulumtime të tjera tregojnë se e rrit nivelin e lipoproteineve me densitet lartë që janë të shëndetshme për neve, ndërkaq që zvoglon nivelin e lipoproteineve me densitet të ulët. Ndikon lehtësisht në uljen e shtypjes së gjakut. E ul nivelin e sheqerit. Ka shumë benefitet nga agjërimi. Nëse bëhet si duhet. Po, sigurisht. Ka ndikim shumë të mirë në kontrollin, korrigjimin. Unë jam duke dëgjuar me vëmendje për gjitha këto benefite që ju sapo i thatë edhe që kanë mrekulli. Ama nëse bëhet si duhet agjërimi. Po. Se jo po ha syfyr, sikur me qenë një dreke forte, rand, shumë kalorike. Po, do të flasim dhe për ushqimin e syfyrit dhe iftarit, po. Po, do të flasim se shumë gabime bëhen gjatë agjërimit. Ajo rezulton me shtimin e peshës në fund. Atëherë, është agjërimi i shëndetshëm dhe kush duhet të veçohet, që duhet ketë kujdes në këtë fushë. Ndëgjë, agjërimi, hulumtime tregojnë që ka shumë të mira shëndetësore. Ka agjëru Hipokrati, Sokrati, Platoni, 10 ditë në vit. Pitagora ka agjëru 40 ditë në vit, edhe kanë nxitur studentët të vet me agjëru. Po. Galeni, Paracelsiusi kanë trajtuar smutit e tyre me agjërim. Ndërkaq Herbert Shelton, doktor amerikan, 50 vite kanë hulumtuar ndikimin e agjërimit të shëndetit në mbi 40.000 agjëruesve. Ka ndikim pozitiv. Mirë po tash, a është këtë mrekulli bërës? Jo, nuk është. Se kim raste kur nuk tolerohet, nuk lejohet agjërimi.
Përderisa agjërimi është obligim nga Zoti, mos të harrojmë se mirëmbajtja e shëndetit ton është amanet prej Zotit. Prandaj duhet pasur kujdes se nëse këto matën, Zoti nuk ka nevojë që na të agjërojmë të damtojmë shëndetin ton. Agjërimi është pikërisht me forcu shëndetin ton, edhe psiqik, edhe fizik. Po nëse kem përkeqësime, tash paramendos çfarë urtësie ka. Nëse veç mendohet që zgjatet koha e shërimit të një smundje, nuk je obliguar me agjëru. Nëse veç je udhëtar, ku ka ma letë sa se me shenë udhëtar, je udhëtar ti si je obliguar me agjëru. Gratë shtatzane, gratë leona, gjithë se nuk janë të obliguar me agjëru. Fëmijët nuk janë të obliguar me agjëru. Personat që kanë probleme të rënda kardiovaskulare nuk janë të obliguar me agjëru. Apo smundje të veshve, apo që po që nuk kanë kontrol tyne. Apo dhe ata me diabet, po? Një diabet i pa kontrollum, nuk është i obliguar me agjëru. Mirë po, do të pasur parasysh se agjërimi është për shërim, për fitojmë na. Po nuk duhet të jemi në asnjënin ekstrem. As ki problemet mëdha shëndetësore, e tash unë jam besimtar i fortë, do të agjëroj. Jo, se po e rrezikon jetën tënde, ti të mundu me bën një të mirë, ti po bën gjëna me veten tënde. E kimë dhënë përgjegjësi para krijuesit tënd. Pse ke dëmtu organizmin? Unë s'kum thënë me dëmtu organizmin. Po mos jem as në ekstremin tjetër, po më dhajmë kam as muj me agjëru. Ose po më dhajmë kryt gjatë agjërimit, s'po muj me vazhdu. Po normal që kam e dim të kryt. Normal që kam e dim ditë e para dhe pjesë ndryshme trupit, se ke mësu trupin me agjërim. E tash gjatë lirimit toksinave, se veprimi detoksifikues i agjërimit. Po, pikërisht doja të pyesja edhe për detoksimin. Tash nëse marrim na detoksifikim, largimin e toksinave për organizmet, për këto përdoren shumë metoda të ndryshme, një prej tyre mund të jetë edhe agjërimi. Pse me rastin nëse bëhet si duhet, pra po e theksoj. Me rastin e zbërthimit të masës dhjamore. Masa dhjamore shërben si ato fjokat e dollapit ku i lajmë na rrobat tona. Po aty në vend rrobave kemi toksina. Gjatë një viti që të deponohen. Gjatë zbërthimit të tyre lirohen toksinat. Tash toksinat mund me ngacmu mbaresat nervore, mund me dhënë kokdhimbje, marramendje, mund me dhimbje të nyjet e trupit, muskujt, 5-6 ditë e para. Po ma vonë vjen një adaptim i organizmit dhe gjithçka kalon mirë. Po nëse shihet se po ka probleme, agjërimi nuk është me dëmtu, agjërimi është me të shëru. Jo vetëm ky gjatë Ramazanit, por edhe agjërime tjera. Doktor, cilat janë gabimet? Tani do të kalojmë te gabimet që e ceke pak më herët, më të zakonshme në të ushqyer gjatë agjërimit dhe si preferohet të ushqehemi në syfyr dhe në iftar. Unë kisha me preferu, tash jem fillim muajit Ramazanit. Dhe të matë peshteve çdo person, para Ramazan, para se të hynë në Ramazan, në mesë në fund, edhe le të shas si po i lëviz pesha trupit. Nëse nëse agjëron, nuk ha nuk pin, edhe ruhesh prej ndalesave tjera, se në Islam nuk është vetëm mos ha mos pi dhe ke krye agjërimin. Jo, ka me të agjëru syri, ka me të agjëru veshi, ka me të agjëru goja. Kish kujdes, jo, unë jam agjëru shumë, jam nervoz. Jo, ti agjëru shumë, ti duhet të jesh shumë i qetë. Mos me bën gatresa, ti jesh i dobishëm për familje, për shoqëri. Ai është agjërim. Po tash, nëse ke plotsu këto kushte, ti ke kryer një obligim. Po benefitet shëndetësore ai ke marrë ajo. Unë mendoj që mirë është të shfrytëzohet ky muaj i bekum, atë ti vjelëm dhe të mirat e tina, përveç nga aspekti shpirtëror edhe nga e trupor. Nëse po fatkeqësisht që atë këtij muaji bëjmë gabime të mëdha. Edhe shumica, nëse hyn me 80 kg, ka me dalë me 84-5 kg prej Ramazanit. Pse nuk e bën si duhet menaxhimin e të ushqyerit, as të jetës fizikisht aktive që duhet të jetë e përditshme. Tash gabimet të cilat ndodhin, çka duhet ushqemi, çka jo. Po fillojmë te syfyri. Gabimi i madh është nëse në kohën e syfyrit pim çaj të zi, pim kafe, hajm ambëlsira. Pse është gabim? Çaj zi, kafja ka kafeinë. Ka me ngacmu sistemin tonë nervor dhe të na s'kemi me mujt me pushu qetë. Tjetër veprim është diuretik. Ka me të ndiku në largimin e langjeve për organizmit që sot qëllimi jo, na do t'i ruajmë pak langjet se kemi me agjëru të nditën. Ndërka që ambëlsirat çka ndodhin?
rritet niveli insulinës, i shpërnda sheqerin atë tepërta në organizëm, edhe atë çka ndodh, shumë shpejt kime ra, edhe me qenë se nuk merr ushqime, kime ra në një gjendje ndoshta të hipoglikemizë, apo në një gjendje kur kime ndi uri shumë të madhe. Për këtë arsye preferohet që syfyri tjetë një vakt stabilizues i organizmit, ku do të me marrën drithra integrale, tërshëra, karbohidrate komplekse, cilat rritën letë, vezët, pastaj omleti, bylmeti gjithsesi, kosi t'jep edhe ujë, edhe t'jep proteina, t'jep gjitha që ka i vy në organizm, ka dhe yndyrna, ka dhe karbohidrate. Pastaj kjo është një ushqim shumë i lehtë. Ndërkaq, gjatë iftarit, kur gje iftari, mirë kështë me qedën që të ndahet në 2 pjesë apo 3 pjesë. Jo bo iftari, po ulmi, po hajmë dhe sa s'mundesh me lëviz ma. Ke gabu. Që zakonisht ndodhet në familje. Se atër ka me të rokën problemi. Mirë, po para iftarit gjatë ditës. Gabim kështë me qenë nëse ti jam agjerush, me tash do të me najt, me pushu, me flajtën ditën, s'po bën një punë ku me ditë sa të madhe që s'po hanë gjatë ditës ushqim. Kry aktivitetet e rregullta si duhet mu kry. Bën aktivitete fizike. Ec të paktën, bën stretching, zgjatit muskulve. Unë kam qenë agjerushëm, kam luajtur basketball dhe besoj që më shumë janë luajtur shokët e mi që s'kan qenë agjerushëm sa unë. Se sa jo. Po, se është ajo sekretimi endorfinës, ajo kafein. Po. Kështu që bën aktivitetin fizik. Mos u bën për atyre që do të shtrihen se atë nuk do të stopojsh atë energji ndalëse. Ato kalori që ke marrë ato harxhon, po kime pas gjithmonë te pritës tyre. Në iftar, 1-2 gota ujë, 2-3 kokra hurme të mjaftojnë, një sup pije edhe pusho pak. E jepi pak organizmi se është një stres për organizmin. Ta nditës ka hangër, tash për një njerë për ngarkon tepër ti për streson organizmin. Së mos dhe ma ato pitalkat e nxehta. Ato nas një mënyrë nuk duhet mirë, po s'di pse qohen krejt në rend, presin ka gjysore me marë pitalkat e nxehta. Edhe nuk i marrin 2-3. Po s'janë të shëndetshme, aman. Ma e mirë është buka ma e fort, mos thon bajate, s'ka bukë bajate, po le tjetë buka ma e fort është ma e shëndetshme. Mandej, ikni prej millit të bardhë, merr një integral që ka për me hangër, investonin shëndetin. Tash, kur ishte puna prisher agjerimit, 1-2 gota ujë, 3 është një telash, 2-3 kokra hurme, kanë sasit mjaftueshme glukozë që me rikthy nivelin e sheqerit në gjak. Andaj kanë pothuajse të gjithë mikronutrientët e nevojshëm. Një sup, pikëthen mineralet e nevojshme, edhe 10-15 minuta pushim. Kjo lidhet me agjerusin që fal namazin, që falet e ka namazin e akşamit. Mandej një pushim jepja vetës. Unë këtu e preferoj që të mos ha deri në kohën e namazit të taravis. Po, hajde s'po mu me duru një ushqim të lehtë. Dhe është namazit taravis për ata që falen, është prapë është fjala. Namazit taravis ka 33 recate. Në ti mos bir vetën atë gjende që kur të bish me kryet sejshë me dalë ushqimi me dalë. Mos e te pra, gjatë natës shpërndaj ushqimin nga dalë, po kushtoj rëndësi hidratimit. Gjithsesi do të kushtu rëndësi atë pjesën e parë që kemi folë për hidratimin, gjatë tërë kohës hidratimi do të jetë në nivelin e duhur, jo të të mbyllëm syfyrin, të dehidrum. Mos pritni mu lajmëron ndjenja e etjes e mandej po pi ujë. Se kur të shun etjen e kum përmend për rrith e kësaj, 1% peshës trupit ende je i dehidrum. Praktikohet dal nga dal, dije sa ke nevoj për organizëm. Ma e mira është 30 ml për kilogram peshë trupit sasia e nevojshme, edhe pije ujën dal nga dal gjatë ditës. Sami Frashi thot ujë që pijet nga dal e shun etje. Nëse e pjen ti, i kam 2 litra e gjys, po i pi për një herë 1 litër e gjys 2, alarmohet sistemi nervor, ki shumë langje, sistemi urinar mi largu langjet e tepër, da ti ki më i largu langjet pa u hidratu si duhet. E në Ramazan ajo mas pakti na duhet. Që do të kushtu rëndësi, ushqimit të miret i ndam, mundesh me pi kafe me njerë pas iftarit, mundesh me pi qaj të zi, se fatmirësisht është heret e nuk e kalon orën 6. Kështu që se nuk preferohet kryesisht qaj zi kafja pas orës 5-6, për shkak të gjumit jo të rahatshëm. Po me qenë se gjatë Ramazanit në atë ritmin biologjik, veç se e kem pak e që regullojmë pak sa, atëherë në gjumit do të mja dhënë hakun në gjatë ditës. Që ja për pushimin e dur organizmit tonë.
Nëse i bëjmë këto, këtë mënyrë ushqemi, nuk do të kemë probleme. Doktor, cilat janë shenjat alarmuese se kur duhet ndërpritet agjërimi dhe duhet kërkuar ndihmë mjekësore? Humbja vedijes. Nëse marramendja e theksume s'mundesh me qëndru në kamp, se të mirën mend të duhet të vjen më urzu për toke. Shtërngimet në gjaks. Diaret e theksume, të vjellurat e theksume. Ti ashtu kështu s'merr lagje nëse këto paraqiten një infekcion apo një helmim në ushqim, ti ke rënë në dehidrim të thellë, për këtë arsye preferohet me njerë ndërprerje. Hipoglikemia. Nëse bien vlerat e sheqerit ndër 3.9 tek personat që se kanë diabetin e kontrolluar, atëherë kjo do të shkojë me kokëdhimbje, dridhje, ethe, konfuzion, jo vetëdije, kthjellë, gjithë me njerë do të ndërprehet. Ke fillu agjërimin, në fillim të kësaj pjese thash, mos jemi as në ekstremin e djathtë as të majtën, se na jemi popull që do të ndjekëm mesatarën. Jo, kum fillu agjërimin, i kam këto probleme, unë tash s'puj me ndërprej. Jo më mundesh me ndërprej. Shëndeti është më i rëndësishëm. Se agjërimi prapo e ritheksoj për të satën herë. Agjërimi është në funksion të mirëmbajtjes dhe avancimit të shëndetit tonë, jo me dëmtu shëndetin tonë. Sakt. Do doja që të ndalesh atë tek një çështje tjetër. A mjafton ta agjërohet vetëm gjatë muajit Ramazanit, jo dhe e cekët pak më lart, mirë po ta t'japim disa detaje. Apo kjo praktik mund të aplikohet, domethënë, edhe më shpesh gjatë vitit, siç e thatë dhe ju 2 herë në javë, mirë po mundemi dhe më shumë. Kjo është minimumi që mund të bëjmë, Okay. agjërimi gjatë muajit të shajtë Ramazanit. Më e mira kishte me qenë që të vazhdohet me agjërim. Preferohet agjëruesit të paktën 2-3 javë para Ramazanit ta para përgatisin veten e tyre për muajin e shajtë Ramazanit për agjërim. Thash, 11 muaj s'ka agjëru, organizmi yt është në një stres, është i qetë, por kur ty në agjërim kalon një gjendje stresuese. Për këtë arsye duhet dal nga ky pozicion, në këtë pozicion të ngjitemi dal me agjërimet të herpashershme. Pa agjërimit pas përfundimit, tash është adaptu një muj ditë, organizmi është në një pozit adaptuese gjatë agjërimit, një gjendje të re, po pas agjërimit, jo erdh Bajrami, tash merr ushqime, stëngarko, merr helmimet ndryshme në ushqim. Jo, dal duhet me zbrit. Ke Bajrami, po vazhdo me agjërimet të herpashershme. Thash, nutricistët preferojnë 2 ditë në javë të agjërim. Ne në Islam e kemi këshill profetike e hanë e ajta agjërim. Që kishte me qenë shumë mirë të vazhdohet me vazhdimsi, kur dëm s'ke me pas, nëse keni shëndet të mirëfillt, veç çka kemi mbajt aktiv her pas here procesin e autofagjisë, procese tjera që të ndihmojnë në mirëmbajtjen e shëndetit. Pastaj janë agjërime tjera intermitente, formave tjera. Po, siç edhe i cekën. Po me agjërim nuk do të dëmtojmë organizmin e shëndetshëm, edhe atë që mund ta përballojmë. E ai që ka probleme shëndetësore të rënda duhet të shërohet, pastaj të fillon me agjërime. Ka zëra që e kundërshtojnë agjërimin. Po. Në çfarë faktesh bazohen këto qëndrime? Unë mendoj që pas editimit kësaj pjese të kësaj bisede që bëm, sigurisht se do të keni klikime të shumta, të lloj-llojshme, edhe për këtyre zërave. Okay. Unë mendoj që është një grup ignorantësh, i vogël, fatmirësisht, po shumë zhurmagji, që si të flitet diçka që ka të bëjë me Islamin, ata kanë më organizu, edhe me mlefin më të madh kanë me shpreh. Kapi. Mbi 95% janë musliman. Masë ruje gjuhën. Unë jam i bindur që me atë gjuhë i vret edhe pjesëtar të tjerë të feve tjera, se ata kanë agjërim. Mos lidhet agjërimeve me Islam, se agjërojnë atë krishterët, agjërojnë edhe hebrejt, agjërojnë edhe budistat, hindust, këtë kanë agjërimin e vetë. E nëse flet që është folë për agjërimin nga aspekti fetar, ka ban. Nëse ke të dhëna fakte, argumente se agjërimi është i dëmshëm, i kisha lutë këtë grupë, ashtu kështu këta janë të organizuar. Le të mblidhen, le të bëjnë një peticion, le të dërgojnë bordit për ndarjen e çmimeve Nobel në Oslo, edhe le të kërkojnë ndërheqjen e çmimit Nobel sumit që i kanë dhënë 2016. Nëse kanë argumente të forta, le të bëjnë dirësht.
Po nëse nuk kanë argumente, po flasin për ignorancës tyne, më mirë kështë me qenë të heshtin, të mbesin atë ignorancën e tyne, dhe mos të ngacmojnë popullatën. Për ndryshe, hulumtimet po të regojnë, vërtetojnë argumentet fetare që na kanë ardhën, se në agjerim ka shëndet. Kjo është porosi profetike, agjeroni në agjerim ka shëndet. Ndërka që në Kur'an e kjo agjerimi u është bërë obligim, ashtu si kurse popojve tjerë. Është diçka e vazhdueshme prej se ekziston njeriu, është diçka një mekanizëm i mbjellur në gjenet tona. Çdo njeri prej nesh, kur jemi të smut, nuk na hat, nuk na pijet. Pse? Jo që na kem qef, mos me hangër as mos me pi, po organizmi e frenon humbjen e energjisë në marrjen e ushqimit, absorbimin e zbërtimin, absorbimin, shpërndarjen e saj, atë energji e ruan për vetë shërim. Prandaj pse të flasëm kundër. Kështu, do më thënë, kur e paralajmërova javën e kaluar që do të flasim për benefitet e agjerimit dhe për agjerimin përgjithësi, mora dhe disa pyetje nga disa shikues që na ndjekin në rrjetet tona sociale dhe njëra ndër taj që më zgjë kurreshtin ishte kjo. Sa ditë para agjerimit duhet të ndalon së konsumuari pijet alkoholike dhe pse ndodh kjo? O pse po shko bashkë pija alkoholike e pijet kafeinizume. Ose dhe kafeina. Ose dhe kafeina në këtë rast. Sa i përket para përgatitjes organizmit, kjo ka të bëjë edhe me duhanxhit. Edhe me ata që baraklit e kafës, çajit si, duhet pasur kujdes që një të paktën 2-3 javë më herët të fillon reduktimi tyne. Të nga dalë të shpërndan 2 skajet e ditës. Njërë që kur ty në agjerim mos të kesh kokë dhimbje, edhe të përballojsh agjerimin shumë ma letë. Ndërka që sa i përket alkoolit, organizmi njeriut nuk është i dizajnu me metabolizu as alkoolin as duhanin. Mëlçia e një mashkulli prodhon 1 gram e gjys enzim që bën detoksifikimin e alkoolit. Ndërka që tek femrat 1 gram është fjala për një mëlçi të shëndetshme, një person me peshë normale. Përndryshe çdo mbi peshë shoqërohet me dhjamosit të mëlçisë. Mëlçia e kryen mbi 500 funksione. Edhe për e tërë ngarkesa detoksifikuese i bie mëlçisë, edhe detoksifikimi i alkoolit. Kështu që nëse ka diçka që ta shkatron organizmin, pse bre ta fusë në organizëm, mos prit Ramazanin, po le krejt se mundesh e pa ato me jetu. Miro me aktivitete fizike, bën një jetë shëndetshme gjithçka mirë të çon. Doktor, nëse s'kete diçka tjetër për të shtuar në këtë podcast, unë do të kisha falenderuar shumë. Kisha me uru agjerimin gjithë agjeruesve, ju dëshiroj agjerim të lehtë. Ndoshta edhe një mesazh. Po agjerim të lehtë, të pranueshëm nga Zoti. Po hajde të mundohemi që nga ky agjerim të kemi përfitime shëndetësore. Hani, pini, mos e teprani. Pastaj shpërndani ushqimin në racione, jo një ushqim e unë syfyrin as një mënyrë mos e anashkalo. Sa e bën atë stabilizimin e vakte, vakt stabilizues është. Ndaje iftarin 2-3 pjesë ashtu si e bisedum, hidratohu gjithsesi si duhet, jo me pijet gazume, jo me pijet sheqerosuna, ma e mira është uji ose çaji, po jo me sheqer. Edhe gjithçka do të shkon mirë. Aktivitetin fizik në asnjë mënyrë mos e largoni. Ju falenderoj edhe një herë shumë për gjitha këto që dhat në podcastin Shëndetin Rend Parë dhe gjithashtu edhe ne ju urojmë gjithë besimtarëve të fesë islame një muaj të devotshëm, të shenjtë dhe agjerim sa më të lehtë. Faleminderit shumë, ishte kënaqësi. Shikues të nderuar, është ky podcasti Shëndetin Rend Parë, e mbështetur nga United Hospital, ku të ftuar kisha mjekun dhe nutricionistin sportiv Agron Rexhepi. Do të takohemi në episodin tjetër të radhës. Mirëmbëjtje.